Nëse ndodhen tek ti këto simptoma, dije që je i goditur me mosysh apo me haset, pra me zili. Në radhë të parë duhet të dish se mosyshi ekziston. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el ainu haq. Mosyshi është i vërtetë. Cilat janë simptomat e mosyshit? Gjithnjë ndjen përtaci dhe lotësi pa dhënë ndonjë mund, pra duke mos punuar asgjë. Hapja e shpesht e gojës, zverdhja dhe paraqitja e akneve të shumta në fytyrë, mpirjet e shpeshta në duar dhe këmbë, të qajturit pa ndonjë arsye të qartë, dështimi në çdo punë që fillon. Për shembull, ndodh fejesa dhe pastaj dështon pa ndonjë arsye të qartë. Mos pozicionimi me një punë të caktuar, por vazhdimisht ndodh ndërrimi i punës, pagjumësia gjatë natës, ndjen ngushtim në gjoks, mërzi dhe krejt kjo si shkak i mosyshit. Këto janë simptomat kryesore të mosyshit apo hasedit. Dije se në këtë botë je i rrethuar me njerëz të cilëve ju pengojnë mirësitë që Allahu t'i ka dhuruar dhe ti duhet ta mbrosh veten. Nëse je i goditur me mosysh apo me hased, të këshilloj që vazhdimisht ti lexosh 2 surat mbrojtëse, surën El Falaq dhe surën En Nas, ngarse kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së murej i lexonte këto 2 sure dhe i frynte vetes. Për më shumë informacione, më shkruani në inbox. Allahu ju ruaj.